Me rastin e festës së Zojës së Shkodrës në sallën Kardinal Mikel Koliçi të Katedrales së Shkodrës u mbajt një koncert i veçantë shpirtëror i organizuar nga Kori i Kishës Katedrale. Në ndërtimin artistik të profesor Zef Çobës, koncerti solli një program të pasur me vepra të autorëve të mëdhenj të muzikës sakrale. Natyrisht vjen edhe shpjegimi i pyetjes që mbani repertori është lidhur kryesisht me festën e Zojës së Shkodrës, pra ka repertor që është në këtë kuadër. Përveç repertorit që zakonisht kënohet në të tilla aktivitete, nuk mungon as kultura jonë qytetare kam të bukura shkodrane, sigurisht që janë pjesë e jetës së përditshme të qytetarëve. Muzika është gjuhë e shpirtit, edhe ka sjellë gjithmonë mesazhe vlerash kulturore, artistike, shpirtërore, edhe fetare gjithmonë në shekuj. Pjesë e kësaj është aktiviteti i Korit të Katedrales gjatë gjithë vitit liturgjik me pjesëmarrje në të gjitha aktivitetet dhe veprimtaritë që bëhen javë për javë. Sigurisht festat tilla sjellin një atmosferë të veçantë dhe rrisin edhe më tepër atmosferën festive. I pranishëm në koncert ishte edhe familjari i Shkodrës Don Blash Palaj. Po ditë ka të gëzueshme, të lumërueshme për familjen Zoja Shkodrës, për qytetin tonë, sepse jemi të besuar e ndërmjetësisë së saj, kena mundësi edhe një herë me shpreh gëzimin e këtyre ditëve, gëzimin e kësaj feste, një mënyrë shumë më të veçantë, edhe pse më e veçanta ndodh për jetën tonë aty me altarin e Krishtit, ndërsa sonte ju ftojmë që përgatitni mendjet dhe zemrat të shijoni një muzikë e cila ashtu siç çdo gjë afër kishës duhet jetë e shejtë, edhe ajo është pjesë e shejtërisë. Muzika sakra, profesor Zefin, të cilin e falenderojmë për sakrificën, mirësinë dhe dashamirësinë që tregon për Kishën Katedrale, për çdo njërin prej nesh, e dini se çdo gjë që e bën nga zemra dhe pas një lloji interesi tjetër. Në skenë ngjiten kori mix, kori i vajzave, si dhe solistët Niki Mjeta, Laurian Elli dhe Josefina Guri, të cilët sojnë emocione dhe një atmosferë përkushtimi e mirënjohje ndaj figurës së Zojës së Shkodrës.